Përshëndetje meq, sot po përgatisim një recetë të baklavës tepër të shëshme, edhe vetë mundeni me pa sa e mirë që bëhet. Është një nga recetat e preferuara, për të cilën besoj që të gjithë do ta pëlqeni, edhe nëse e përgatitni do të më falenderoni. Kjo është rezultati i baklavës që unë e kam përgatit e që sot po e paraqes para jush. Fillojmë recetën. Fillimisht në një in hedhim 4 të verdha të vesë. 2 vezë të plota ose komplet. Në fillim vezët po I rrohim pak me lugë e pastaj shtojmë përbërësit e tjerë. 200 ml qumsht, 200 ml vaj, kos, 4 lugë të gjellës, I mbushni kështu siç po I mbushi dhe unë, pra si në video. E pastaj vazhdojmë edhe krejt përbërësit I përzim mirë me lugë. Pasi I përzim shpejt, vazhdojmë shtojmë pak miell. E pastaj kësaj baklave unë do t'i shtoj edhe 2 pako me pluhur për pjekje. Pra, këtë recetë po e përgatisim pak më ndryshe nga baklavat e tjera, por që ju them se bëhet tepër e mirë. 2 pako pluhur për pjekje. Vazhdoj me përzim, që të përzihen mirë krejt përbërësit, edhe kështu të na formohet brume. Miellin ta shtojmë gradualisht nga pak derisa të na formohet brume. Në total, për këtë recetë mua më deshton 800 gram miell, mirë po ju do e kontrolloni miellin, sepse mund t'ju shkoj edhe më shumë nëse përdorni vezë të mëdha. Pra unë kam përdor vezë mesatare edhe fiks 800 gram miell kam përdorur për këtë baklavë. Pasi ta formoj mirë brumen, do ta la brumin që të pushoj për më së paku 20 minuta. Tash e kam mbulu, po e la për 20 minuta të pushoj brumi mirë. Pas 20 minutave brumin e marrim edhe e punojmë. Kur brumi pushon, bëhet më I mirë. Vazhdojmë brumin e ndajmë në 2 kuleç. E pastaj nga pjesa e parë do të heqim 50 kuleç të vegjël. Në total, nga të 2 pjesë duhet na dalin 100 kuleç të vegjël. Kulaçin e baklavës e bani tepër të vogla, nuk e di këtu apo vrihen, pra shumë të vogla. Mund t'ju duken kështu në video pak të mëdhaja, mirë po janë shumë të vogla kuleçt. Mund të themi ndoshta sa një kokër are. Kështu vazhdojmë edhe brumin, pra thash e ndajmë në 100 kuleç të vegjël. Mirë po, ndoshta mund t'ju duket që kjo procedurë do të zgjat shumë me përgatit baklavën me 100 kuleç, edhe do të thoni që është shumë e vështirë, por unë sot dua të tregoj një teknikë të shpejtë të përgatitjes së baklavës. Po vazhdojmë edhe po I formojmë kuleçt e vegjël. Pasi t'i formojmë mirë kuleçt, unë do t'i la në tepsi që të pushojnë sërish. Edhe gjithmonë tepsien mos harroni që duhet ta lyeni me vaj, I vendojmë kuleçt edhe I mbulojmë. Kështu I la për 20 minuta, gjysore me pushu mirë. Krejt I kam bo gati, po I la që të pushojnë mjaftueshëm mirë që më letë pastaj të hapen petat. Pasi që kanë pushuar mirë, marrim nga një kuleçt edhe I hollojmë. Çdo kulaç do të e fusim kështu në nisishte edhe do të vazhdojmë të hapim mirë. Edhe pse janë shumë të vegjël kuleçt, prapë ne do e vrini se sa mirë brumi do të qelet. Shkon brumi shumë mirë. Mirë po, gjithmonë duhet me pas kujdes që kur përgatisni baklavë, pra të keni temperaturën e dhomës pak të ngratë që më letë kuleçt ju qelen apo t'ju hapen.
Kështu vazhdojmë edhe krejt kuleç kena me I hap një nga një. Mirë po në fillim do t'i hapim vetëm 25 kuleç, sepse baklavën për sot do e përgatisim pak më shpejt, me nga 25 kuleç për një herë. Kështu na duhen 4 herë, pra nga 25 edhe baklavën shumë shpejt do t'a përgatisim. Mund të parashtrohet pyetja, a mundemi me përgatit baklavën me nga 10 kuleç, ose nga 15, ose nga 20, sigurisht që mundeni, mirë po du ju merë kohë më shumë, dhe në fund rezultati mund të jetë krejt I njëjtë. Pasi I kemi holluar 20 kuleç, tash vazhdojmë edhe kuleçet do t'i bëjmë bashkë. Qysh në fillim kur e fillova recetën, mendova ta emërtoj baklavën baklava trekëndshe, që ju më let ta mbani mend edhe kur do ta kërkoni në YouTube, në kanalin tim ose vetëm në YouTube, e shkruni baklava trekëndshe edhe receta do t'ju del shumë më let edhe mundeni me shiku sa herë që ju të dëshironi. Tash po vazhdojmë pra një nga një, po I rendisim 25 peta, duke I hedhur një sheste mbi. Po e vreni, pra edhe po e shikoni këtu që po përgatisim recetën. 25 peta njëra mbi tjetrën. Pastaj do të vazhdojmë të shohim edhe procedurën e hapjes apo qeljes së 25 petave. Pasi kam përfunduar, tash po vazhdojmë edhe po e hapim një petë të madhe. Çfarë do të bëjmë tani? Një shisten që ka tepruar, po e largojmë anash, pasi që mundet të na pengoj gjatë hapjes së petës së madhe. Vazhdojmë tash pak me dorë kështu e mandej me holluese do të hapim një petë të madhe. Dal nga dal, derisa të hapet peta mirë. Pasi që unë kam vendosur që baklavën për sot me përgatit në një tepsi katrore të shpërejtit të rrymës, do ta kemi pak më të vështirë për t'ia dhënë formën, mirë po do të mundohem në maksimum me përgatit baklavën ashtu që të bëhet tepër e mirë, edhe për nga pamja, por edhe normal nga shija që do të shijoj shumë. Po ta përgatisni në një tepsi të rumbullakët, do ta keni më të lehtë pra procedurën, sepse vetë po e shikoni që vetë I bëhet forma e rumbullakët. Edhe shumë kollaj mandej do e keni që ta vendoni në tepsi. Pasi ja kemi rritur kështu formën apo masinë e petës, tash unë këtu e kam një letër përpjektje që e kam prej sa është tepsia, edhe po vazhdojmë, po e presim edhe petat e baklavës në këtë masi. Por që thash se do na duhet një petë shumë e madhe, këtë do ta zaventësojmë me skajet e baklavës. Mundeni këtë recetë me përgatit edhe në një tepsi që është 45 cm deri në 50 cm. Tepsien ku do e pjekim baklavën e kam lyer me pak gjalp ose mund ta lyeni me pak margarin. E vendosim petat e para, 25 petat e para, e hapësira që kam bej do ta zaventësojmë me skajet e baklavës. Pra gjithmonë kështu kena me përgatit recetën, duke e kombinu me skajet e baklavës. Ju mund të veproni siç po veproj edhe unë këtu, edhe me përgatit recetën. Pjesët tjera që kanë mbetur, mundeni me I qel edhe me I vendos tek baklava. Dhe unë ju them se kjo është një recetë tepër e lehtë me u përgatit. Pasi kemi holluar edhe 25 petat e tjera, po I shtrojmë sërish tek baklava. Nëse doni mund t'i qelni edhe petat
nëse doni, nëse jo, i leni kështu. Po vazhdoj sërish me skajet e baklavës, edhe po e vendosim këtu krejt në skaj, për t'i plotësuar këto hapësirat dhe zbrastirat që janë kriju. Pasi që të plotësojmë zbrastirat, do të shtojmë arra. Gjithsej për këtë recetë do ju nevojiten 200 deri në 300 gram arra, varet sa dëshironi ju me i shtu arra baklavës. Vazhdojmë shtojmë edhe pejtën tjetër mbe, 25 pejtat e tjera. Dhe po e vreni që brumi pasi që ka pushu pak ma shumë, tash po shkon më shumë, edhe në fund 25 pejtat e tjera. Jam mundu këtë pejtën e fundit të hapi pak më të madhe për shkak që baklava të ketë pamjen më të mirë. Pasi që e kemi hapur, tash vazhdojmë largojmë skajet e baklavës, edhe gjithashtu do të plotësojmë edhe hapësirat që do të na krijohen tash në fund. Pra, largojmë skajet. Vazhdojmë edhe i plotësojmë zbrastirat që na kanë krijuar këto krejt në skaj, nëse mundeni me i shiku, edhe tash kështu ja bojmë, edhe plotësohen krejt zbrastirat, baklava nuk vrihet, pra se nuk është krejt siç duhet, pra vetëm pak na ka mbetur ai skaja atje në fund, edhe krejt e kena gati. Mandej, pasi që t'i plotësojmë kështu skajet, do të vazhdojmë edhe baklavën ta ndajmë, pra në pjesë katrore, në fillim do e ndajmë në 2 pjesë, mandej si cilën pjesë edhe nga një herë edhe kështu, derisa t'i japim formë baklavës. Unë kam vendosur t'i jap formën e trekëndshit, por që ju mundeni me i dhanë formë normal baklavës që i japim, si gjithmonë, pra kulaçi i baklavës dihet si është, ose mundeni edhe në ndonjë formë tjetër, nuk prish punë si të doni ju, por unë vendosa pak të bëj një dallim nga baklavat e tjera që i përgatis. Dhe ju them se ja vlen edhe ju ta ndani apo ta preni baklavën në këtë formë. E tash duke e prerë kështu, në këtë mënyrë po japim edhe një formë të trekëndshit, edhe baklava po merr një formë të mirë. Furrën e shporetit, mos harroni që duhet ta lshoni ta nxehni në temperaturë 200 gradë. Më spaku 15 minuta para se me shti me pjek baklavën. Gjalpin e kam shkrir, edhe e kam lanë me uftohu pak, pasi që të ftohet do e shtojmë tek baklava. Nëse gjalpi ka krijuar shtresë mbi, këtë shtresën duhet që ta largojmë, sepse do të krijohen disa kokra të zeza mbi baklavë, edhe tash me kujdes e marrim edhe e shtojmë gjalpin. Për këtë recetë na nevojiten 500 gram gjalp. Gjalpin e kam shkri edhe tash po ja hedhim baklavës. Furrën e shporetit e kam nxehur mirë, edhe pasi që t'ja hedhim pra gjalpin, nuk ka nevojë ta presim më shumë këtë ujin, pra thash duhet me pas kujdes mos me ja hedh baklavës sepse zbutet pastaj baklava. Baklavën në fillim e pjekim në temperaturë 200 gradë për 15 minuta derisa të skuqet mbi kështu edhe të fryhet, pra ta merr formën baklava. Mandej do ta ndalim temperaturën në 120 gradë dhe ashtu do e pjeki për 2 orë. Mandej pas 2 ore do e zvogloj temperaturën në 100 gradë edhe do ta pjeki edhe për 2 orë të tjera. Do me thonë 4 orë ju duhet për me pjek baklavën. Baklava kur pjeket duket kështu, është pra e mirë. Mandej baklavën e leni që të ftohet të rësisht. Një natë e leni që të ftohet, mandej ditën do ja përgatesni shërbetin. Për shërbetin ju nevojitet sheqer, edhe për këtë recetë unë kam përdorur 7 gota me sheqer, gotat janë të këtij lloji nga 200 ml.
Mandej shtojmë tek sheqeri 700 ml ujë, një fejtë limoni edhe shërbetin do e vendojmë në zjarr që të zihet. Në fillim e përzim pak që të tredhet sheqeri e pastaj prisim që shërbeti të filloj të vloj. Kur fillon me vlu shërbeti, do e llogarisim kohën 20 minuta që të zihet, edhe temperaturën do ta zvoglojmë në mesatare. Dal nga dal, shërbeti do të filloj të bjerë edhe shpejtësia e zjerjes. Po e vreni që në fillim po zihet shpejt, do ta përzini me lugë ose nga pak. Do ta largoni kështu. Mandej duhet me vlu në këtë mënyrë, këtu siç mund ta vëreni, nga dal, pra thash 20 minuta. Pasi e kam largu nga zjarri, me një herë ashtu të nxehtë, i shtojmë një gotë të çajit me ujë ose 120 ml ujë të ftohtë. E përzim edhe kështu për 2 minuta, do ta la që shërbeti pak të ftohet. Vetëm 2 minuta, jo ma shumë, edhe pastaj me një herë e shtojmë tek baklava. Baklava është e ftohtë, shërbeti është i nxehtë. E shtojmë tek baklava duke e mbuluar mirë me shërbet. Mandej baklavën do ta leni për 24 orë që ta thith shërbetin mirë, edhe nuk e mbuloni. Baklava nuk mbulohet, do ta leni kështu zbuluar deri të nesërmen ose pas 24 orëve, do ta keni ashtu të gatshme edhe shërbetin do ta pi të rësisht. Kjo ishte receta që kishim përgatitur për sot, një baklavë tepër e mirë e shishme, nëse do ta provoni ju bëft mirë. Unë veç për ju demonstroj si duket baklava, sepse për ndryshe akoma shërbetin nuk e ka pi, sa po ja kemi hedhur shërbetin, për shkak që duhet me prit 24 orë dhe ne s'kemi kohë, ne vetëm se po a demonstrojmë kështu baklavan. Nëse do ta përgatesni, ju bëft mirë. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.